Faleminderit shumë, nderuar zoti kryetari i trupit gjykues, zoti Smith, të nderuar gjykatës Metro, Bart, Gaynor. Faleminderit shumë për mundësinë që t'ju drejtohem shkurt. Sot ne jemi duke nisur një rrugtim së bashku, një rrugtim drejt së vërtetës dhe drejtësisë. E vërteta dhe drejtësia janë parime të çmuara për mua. Ato janë kur themeli i gjitha demokracive dhe themeli i paqes. Me lejoni të shfrytëzoj këtë moment për të thënë se ndjej keqardhje dhe dhimbje për gjitha viktimat e kësaj lufte të tmerrshme, pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare apo politike. Viktimat nuk marrin drejtësi kur të pafajshmit ndiqen. Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër. Unë jam i pafajshëm për gjitha këto akuza. Por jam gati të përballem me këtë sfidë të re. Do të kem sukses për familjen time, për popullin tim dhe vendin tim. Rruga jonë drejt lirisë ishte e gjatë dhe shumë e vështirë. Unë isha student në Zvicër, i strehuar politik, kur u masakrua familja Jashari në mars të vitit 1998. Si shumë shqiptar nga diaspora, edhe unë u ktheva për të ndihmuar vendin tim dhe ju bashkova rezistencës për lirinë e Kosovës. Kushdo që do të ishte në vendin ton, do të kishte bërë të njëjtën gjë kur të hiqej liria. Ushtria Shëndetare e Kosovës përbëhej nga njerëz të thjeshtë, vullnetar që përpiqen të mbronin shtëpitë, familjet dhe vendbanimet e tyre. Ata luftuan dhe shumë se vdiqën trima hero. Ky ishte çmimi i lirisë. Mira familje humbën të dashurit e tyre në qindra masakra të kryera nga forcat serbe. Kundërshtarët tanë ishin ushtria, policia dhe paramilitarët serb, të kalitur në fushatat e tyre të vrasjeve në Bosnjë. Të nderuar të pranishëm, trup gjykues. Si rezistenca paqësore, ashtu edhe e armatosur, kishin të njëjtin synim, lirinë, shtetësinë dhe rendin demokratik të Kosovës. Dhe pa atë rezistencë gjithë popullore, sot Kosova nuk do të ekzistonte fare. Qytetarët e Kosovës nuk donin luftë, ata ishin të përcaktuar dhe kishin vullnetin për paqë. Lufta ju imponua. Ata bën atë që do të bënte çdo popull liridashës për të mbrojtur familjet e tyre, fëmijët e tyre, vendin e tyre. Pra, ne, Kosova, ishim në anën e drejtë të historisë. Sot, unë jam i lumtur që populli i Kosovës jeton në Kosovë të lirë, të pavarur, të bazuar në të drejta parabarta për të gjithë qytetarët e saj ku sundon ligji. Kosova pra është rrëfim suksesi. Nderuar trup gjykues, që të këtij procesi gjyqësor, ne do të udhtojmë prapa në kohë të ngjarjes që ka ndodhur 25 vite më parë. U kërkoj të gjithëve që të keni parasysh se mbamendja 25 vjet më parë është e mjegulluar. Realiteti po ngatërohet me opinione dhe agenda të ndryshme. Spekulimet po shndrohen në fakte. Gjithashtu, emocionet, motivet apo mlefet politike të secilit do akter politik nuk duhet të kuptohen si fakte në këtë sallë. Kjo vlen edhe për disa botime apo opinione të pasluftës të egzageruara apo të përshtatura të akterëve të ndryshëm të luftës.
si në çdo shoqëri demokratike, edhe tek ne, jo çdo bashkëluftëtar i luftës ka qenë edhe bashkëvulltar apo bashkëmendimtar në proceset politike të pas luftës. Në raste jo të pakta, ambicia, interesa politike, egoja personale, te kaloj të vërtetën dhe realitetin për rrëfimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe vetë historisë e Kosovës. Njerëzit mbajnë mend atë që duan të besojnë se është e vërtetë. Por ne kemi një dëshmi historike dhe faktike të regjistruar në atë kohë. Ne duhet të kthehemi tek ato dëshmi, sepse aty do të zbulohet e vërteta. Me vjen keq që nuk do të kemi mundësi t'i dëgjojmë në këtë gjykatë dëshmit e sekretarës së shtetit Madeleine Albright, sekretarit e jashtëm Robin Cook, senatorit Robert Dahl, ambasadorit Richard Holbrooke, zotit Demelio, zot Demelio ka qenë shefi i parë i UNMIK-ut në Kosovë më njëherë pas luftës, të presidentit Ibrahim Rugova, të profesor Fehmi Aganit, të Adem Demaçit dhe liderëve të tjerë. Ata do të kishin dëshmuar në emrin tim për atë që kam thënë dhe bërë gjatë asaj kohe shumë të rëndësishme në historinë e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Jam i lumtur që shumë të tjerë si ata, vendor dhe ndërkombëtar, janë të gatshëm të dëshmojnë për pafajësinë time. Ne besuam në veten tonë, në vendosmërinë tonë për të qenë të lirë. Po të gjithë ne në Kosovë dinim, gjatë gjithë kohës, se pa ndihmën e bashkisë ndërkombëtare dhe veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të mund të ishim kurrë të lirë dhe të pavarur. Ne në Kosovë gjithmonë kemi mbështetur drejtësinë, e drejtësinë ndërkombëtare në veçantë. Të nderuar trup gjykuese, kur raporti Dick Martit para 13 vitesh mbushi titujt e mediave ndërkombëtare me akuzat e sajuara për trafik organesh nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe nga unë me njëherë i kërkova bashkisë ndërkombëtare të jetonte në mënyrë të pavarur. Bashkësia ndërkombëtare me tha se një gjykatë e veçantë ishte thelbësore për të hequr rrën e zezë të akuzave për trafik të organeve në Kosovë. Bota tani e di, sot, si rezultat i këtij procesi, se nuk ishte trafik organesh dhe se shtëpia verdh nuk kanë ekzistuar kurrë. Tani e dim se edhe unë, edhe ushtria çlirimtare e Kosovës, edhe populli i Kosovës dhe gjithë shqiptarët jemi shfaqsuar nga këto akuza. E vërteta është thënë dhe reja e zezë mbi Kosovën është hequr. Pra, kjo sakrificë ja ka vlerë. Unë pres që të shfaqsohem nga çdo akuzë tjetër ndaj meje në përfundim të këtij procesi. Shumë shkurt, i nderuar zoti kryegjyqtar. Kjo është gjykata e katërt. 1 minute. Një sekond, zoti. Pasoj të tribunalit e Hagës, UNMIK-ut, EULEX-it dhe dhomat e specializuara. Unë jam intervistuar nga gjitha këta mekanizmat e drejtësisë ndërkombëtare, qoftë në cilësinë e dëshmitarit apo të dyshuarit. Çdo bashkëpunim i imi me gjitha këto, me gjitha aktorë ndërkombëtar, ka qenë në interes të drejtësisë dhe plotësisht transparent, qoftë në Prishtinë, qoftë në Hagë. Gjithçka që thuhet tjetër është e paqëndrueshme. Prandaj askush nuk mund dhe nuk duhet ta shkruajë historinë. Ky është çmimi i lirisë. Unë besoj në paqë, vërtet, pajtim dhe drejtësi. Dhe kam besim se ky proces do të jetë i drejtë, transparent
dhe i shpejt. Ju falenderoj shumë për vëmendje.